që vetë mirëmbajtja apo mbajtja atyre bazave të përparme operacionale të Serbisë në kufi me Kosovën dhe militarizimi vetë Serbisë, sidomos pjesës jugore të saj, paraqet kërcënim dhe rrezik për vendin tonë. Ne nuk përgatitemi për Serbinë. Ne fuqizojmë ushtrinë tonë që të jetë e gatshme që të përballet me çdo agresor. Deklarimet e KFOR-it janë çështje e tyre, mirë po ne po vlerësojmë në vazhdimsi që vetë mirëmbajtja apo mbajtja atyre bazave të përparme operacionale të Serbisë në kufi me Kosovën dhe militarizimi vetë Serbisë, sidomos pjesës jugore të saj, paraqet kërcënim dhe rrezik për vendin tonë. Kur e thënë në fillim që po përgatitemi për Serbinë, ne nuk përgatitemi për Serbinë. Ne fuqizojmë ushtrinë tonë që të jetë e gatshme që të përballet me çdo agresor edhe çdo kërcënim e rrezik që vjen nga kushtet. Po rreziku çka po ndëgjojmë prej juve është që rreziku aktual po na vjen prej ndërhyrjeve të vogla, provokimeve ushtarake prej Serbisë, përveç provokimeve tjera verbale. Po duhet të pyet për incidentin sulmin bazën Deballaglava apo në bazën Bujanovc, çu komenton çata? Bazamenti gjithë agresivitetit të Serbisë në raport me Kosovën qëndron politikisht në qasën hegemoniste që Serbia ka në raport me Kosovën, por edhe me vende tjera, dhe kjo po përkthehet në veprime të ndryshme ushtarake, por edhe veprime të tjera. Në këtë aspekt, mbajtja atyre bazave, 28 bazave të ushtrisë dhe 20 bazave të xhandarmerisë në afërsi të territorit tonë, po bëhet me qëllim që të mundsoj. Veç ata na akuzojnë që na kena bërë sulm në bazën e tyre. Pikërisht kjo akuzë është dezinformat për të mbrojtur ato veprimet e tyre që policia e Kosovës, policia e Kosovës doli me njoftimin që kjo nuk është e vërtetë, që na s'kena bërë këtë sulm. Ku e diti policia e Kosovës? A ka kapacitetin Serbi me hetua? Ne kontrollojmë territorin e Republikës së Kosovës. Po, veç kjo bazë kënë territor të Serbisë. Po ata mund të kenë pasur sulme nga strukturat të ndryshme paramilitare të vetë Serbisë, mirë po jo nga territori i Republikës së Kosovës. Dhe kjo bëhet me qëllim, po them njerë, nga Serbia për të arsyetuar mirëmbajtjen e atyre bazave, sepse ata gjithmonë kanë deklaruar që ato baza mirëmbajnë për të mbrojtur Serbinë, kurse ne patëm rastin edhe të kidnapimit dhe plagosjes së një qytetari të komunitetit serb që ka ardhur pikërisht nga grupe që kanë qenë të stacionuara në këto baza që ata i quajnë të përparme me qëllim mbrojtjen e territorit të Serbisë.